Përse her pas herë, ose në më të shumtat e herëve, gjithmonë ankesat vinë për vjerrat. Pra, vjera e fut sherrin, nga vjera vjen sherri, vjera është molla sherrit, çfarë kanë vjerrat? Që ta jap një shpjegim, atë unë mendoj që sherrat më dhaja në familje bën për punë lekësh, mendoj unë. Sherrat bën për lekë. Kryesisht bën për punë lekësh në familje, sepse aty plas sherri i madh, domethënë se s'dalin llogaritë, s'bën, megjithatë. Në të dyja krahët ndoshta. Tani, për të vjerrat, shiko, për të vjerrat interpretohet shumë thjesht, pra është një formë pushteti. Dhe sherrat zakonisht vinë kur ka një lloj disbalance pushteti dhe këto është po prapë në një rast. Pra ti ke një person që pretendohet që nuk duhet të ketë pushtet në familje dhe duhet t'japi direktiva, siç ndodh, që japin edhe drejtim situatave dhe pastaj kjo është që ti që je i zoti apo e zonja e shtëpisë ndjen që po të humbet balanca. Dhe kthehet pastaj që vjerrat janë që apo vjerrit, se varet kjo, domethënë janë ata që përprishin balancat e plas sherri për vjerrat. Por unë besoj fort që plas për lekët. Aty është problemi i madh. Nuk ka lidhje. Përse unë mendoj që është mungesa. Apo nuk ka lidhje. Domethënë kemi nevojë të rindërtojmë edhe një herë komunikimin. Janë këndvështrimet janë të ndryshme.